Lejoni ta mbyll duke ndarë me ju sinqerisht të vërtetën time lidhur me përgjegjësinë tonë ndaj jetëve të sakrifikuara të 4 dëshmorëve tanë dhe me zotimin tonë për të bërë drejtësi për 21 janarin. Ne e kemi mbajtur me dinjitet të lartë atë përgjegjësi dhe nuk e kemi tradhtuar asesi zotimin solemn përderisa duke pavarësuar drejtësinë nga pushteti politik dhe duke ngritur spakun dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, jo me zakon. Përmes organeve të drejtësisë, jo përmes partisë dhe qeverisë. Ky është fakti, këtë se luan topi, dhe kush kërkon nga ne pse nuk është bërë drejtësi për 21 janarin, të shikojë tek stacioni i trenit, jo tek kjo godin. Sepse nga kjo godin ka dalë bërthama e reformës në drejtësi dhe në godinën përballë është çelur ajo bërthamë dhe në godinën e parlamentit është bekuar ajo farë e drejtësisë së pavarur nga pushteti politik. Dhe nuk është pushteti politik as i qeverisë, as i shumicës parlamentit apo i gjithë parlamentit po doni, as i partisë apo i gjitha partive po doni, që duhet bëj punën në kanalet e hetimeve dhe në sallat e gjyqeve. Është një pushtet tjetër që duhet i bëj këto.